Allahu të lëshon i ka grumbullu të pejgamberin sa krejt këto cilësi të mira. Njëna për tyne është butësia pejgamberit sa, për të cilën Allahu të lëshon ja ka përmend në Kur'an që sikur mos ishte butësia yte o Muhammed, njerëzit do të iknin prej teje. Pra ka qenë i butë. E butësinë pejgamberit alayhis salam na i tregon edhe na i transmeton shumë mirë Enesi radhiyallahu anhu. Ai djali i vogël 10 vjeçar, të cilën e kishte sjell nona vet dhe ja kishte dhënë Muhamedit alayhis salam, ja kishte ofruar Muhamedit alayhis salam për mi shërby pejgamberit alayhis salam. Dhe thot Enesi radhiyallahu anhu thot i kum shërby pejgamberit sa 10 vite. Dhe kur nuk unë ka thonë pse e bane këte, ose pse se bane këte. 10 vite. E në tregon dikush prej neve që një thmi ti i ka që tash 15 vjetë nëse ma shumë. Në tregon e thmija që baba jem nuk unë ka vikat kur. E thot Enesi pëllo, 10 vjetë edhe shumë ka thonë kur. Thot njëherë Enesi radiallahu anhu thot në pa dërgu pejgamberi sa më dikun për një porosi. E thot unë kur dola për pejgamberin e sam, i pash të fëmijë të lutë tjetër do moshatar edhe isha habit me ta. Thot pejgamberi sam prit se po kthej Enesi nuk u kthy. Edhe dur tash pejgamberi sam thot edhe po. Thot ja Enes, çfarë të më thon? Tha i thash po e Resulullah, edhe heca, nuk më tha kur gjë. Domthon butësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.